vizionet edhe me mekanizmat të tjerë jemi këto që të flasim qytetarëve për shkak se qytetarët nuk e di sa janë të vetëdijshme për rreziqet që i paraqet Big Brother. Unë me sa e pash sipas statistikave të fundit prej që ka filluar Big Brother e deri më sot, pra i kemi 4.3 miliard klikime dhe shikime në për rrjetet sociale, po edhe në për televizionet të ndryshme. Po, kryesisht këto klikime bëhen prej të rinjeve. Pra një spektakël ku promovohet dhuna, e kemi parë edhe në edicionin e kaluar ku dhuna ka qenë pjesë e pandashme e kësaj komedie, po e quaj komedi fatkeqe, pastaj bartja e fjalëve dhe shpifja ndaj njëri tjetrit, pastaj edhe çështjet siç e potencoj edhe parafolsi i nderuar, çështja e zhveshjeve, domethënë e shohim që po kalojmë në një stand të pornografisë moderne. Pra, ajo se çfarë shfaqet brenda Big Brotherit, pra është thuaj se një pornografi e legalizuar nga shoqëria jonë, e legalizuar nga edhe mediumet, pra për shkak se ajo po transmetohet në medium. Kështu që të zhvendosemi në arenën edhe në fushën e problemeve reale. Pra, ne mund të zhvendosemi në arenën ose në fushën e problemeve reale duke folur për këtë fenomen, duke potencuar rrezikun që e ka dhe rrezikshmërinë që i ka noset shoqërisë, sidomos rinisë tonë. Pra, për atë edhe sot jemi mbledhur këto që ta trajtojmë këtë temë nga një kënd